Mëngjesin e kësaj të diele, në kishën Shën Theodori në Vlorë, është organizuar Mbrëmsoria e Dashurisë, një mesh e shenjtë kjo, e cila vjen pas ngjalljes së Krishtit në ditën e Pashkëve, një ditë e shenjtë për të gjithë besimtarët ortodokse jo vetëm. Atë Konstantin Prifti, i cili ka drejtuar meshën e mëngjesit pas ngjalljes së Krishtit, tregon simbolikën e saj, duke dhënë për besimtarët edhe mesazhin e tij të urimit, për sa më tepër begati, paqe, armoni dhe vëllazëri në shërbim të nevojtarve. Në fjalën e tij përpara besimtarëve ortodoks, atë Konstantini ka lexuar edhe mesazhin e urimit të kryepeshkopit të ri, Imzot Joanit. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joanit. Fitoria mbi vdekje, klerit dhe popullit shpresëtar, bi të shtrenjtë në Zot. Pashka është kujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe e vërteta themelore e besimit dhe e jetës sonë. Nëse nuk do të kishte pasur ngjallje, nëse nuk do të ishte mundur vdekja, atëherë predikimi dhe besimi i krishterë do të ishte i kot. Thekson apostulli i madh, sepse vetëm në përmjet ngjalljes së Zotit natyra jonë njerëzore mori rëndësinë dhe kuptimin e saj të vërtetë. Fitoria e tij mbi vdekje është një fitore universale për të gjithë komorat dhe për të gjithë botën. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri. Edhe në meshën e shenjtë të mëngjesit të kësaj të diele, me rastin e festës së Pashkës, një ditë e veçantë kjo për të gjithë besimtarët, të shumtë kanë qenë besimtarët ortodoks që kanë marrë pjesë, duke mos haruar të shpërndajnë njëkohësisht mesazhet e tyre të urimit për Pashkë të gëzuara, jetë dhe familje sa më të buzëqeshura kurdoherë. Gëzuar Pashkët gjithë ortodoksisë dhe vit të mbarë. Çfarë pretë të sjellin? Gjithë të bekuarat e Zotit. Ai gëzuar. Jetë e shëndet, paqe gjithë shqiptarëve dhe urimi më i madh kof për ata që janë mbar botës. Çfarë pretë nga këto Pashkë? Gjithë të mirat që të më falë Perëndia sipas shpirtit që kam. Uroj kështu për të gjithë. Gëzuar dhe juve. Gëzuar viti me të mbarë, Pashkë të mbara, o Zoti i madh, të kemi vetëm qetësi, baza kryesore. Pashkët gëzuar, Krishti u ngjall dhe të kemi mbarësi, jetë dhe shëndet. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Jemi shumë të kënaqur me këto ditë të bukura që po vinë. Jo vetëm unë që jam plak, po për gjithë rinin të keqen ana. Të vi një bashkësi, një dashuri, një respekt, edhe një dhimbësuri për shoqësh. Se për të ngrirë dhe për shpirt ka plot, po mungon dashuria dhe respekti. Në meshën e mëngjesit të kësaj të diele, me rastin e Pashkës, përpara besimtarve, është lexuar edhe ungjilli i shenjtë në disa gjuhë të ndryshme të botës.